Adresë. Ta dërgojmë. Djema, ligjoni këtu. Nesër në orën 9 mos harroni ndegën ushtarake. Po. Natën e mirë atëherë, mirupafshim. Qoti një vërë. Kaloj, lirë, kaloj. Jo, hajti, hajde. Amo djema lëvizni. Djema, mos harroni. Hajde, po vetë. Sonda do të vish nga unë. Jo, faleminderit. Po unë I kam thënë që rre pak. Jo, do të vi nga unë. Faleminderit të lirë. Sonte do të vish nga unë. Faleminderit komandant, po unë kam njerëz. Mirë. Ashtë. Merë atëherë ndoshta është ti ne ke lartë. Im vlla banon këtu. Faleminderit. Natën e mirë, komandant. Natën e mirë. Vullnet, Neti. Se nuk më morë. Nuk më thua dot një fjalë? Unë kam kaq ditë që po të pres. Ç'ke kështu pra Neti? Mos bëra gabim që dola? Apo mos ke ndonjë gjë me mua? Jo. Ç'ke kështu atëherë? Bisedojmë një herë tjetër. Një herë tjetër? Pse sillesh kështu me mua si me një të panjohur? Ke 4 muaj që s'më shkruan ma. I merri letrat e mia? Po. Pse nuk përgjigjeshe? Sepse më duke se kështu ishte më mirë. Po ti, letrat e mia ja jepje mamas ti lexonte? Jo, të betohem jo asnjë. Asnjëherë. Po kjo. Ç'është kjo? Ç'është kjo? Letra është. Më ka dërguar mamaja jote. Mamaja? Po. E të mërshme. Po nuk di asgjë. Të betohem që nuk di asgjë. Unë ta kam thënë. Ajo I ka të vështirë të pranoj fejesën tonë. Po për këtë letër, të betohem që nuk di asgjë. E shumë të shante. Nuk më shante, jo. Përkundrazi. Me shumë mirësjellje dhe edukat më thoshte të tlija të qetë. Dhe pas tërë mirësjelljes dhe edukatës, unë shikoja zemërimin dhe këmbgulljen që ti kurrë mos fejohesh me një djalë të shtëpisë fëmijës. Neti, të lutem. Po ti ç'ke? Unë do të luftoj. Ne do t'ja mbushim mendjen. Fundja, edhe po si mbush mendja mamas, unë e kam vendosur. Do t'iki. Unë nuk kam prindër. Por e di më mirë se ti se ç'është prindi. Prandaj nuk dua që ti për shkakun tim të prishesh me ata. Unë me zit kam pritur. Shko. Po ti, ku po shkon? I thuaj mamas, edhe unë kam njerëz.
Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Hajde, urdhroni. O, vullneti, po si je Marbiri nënës? Shumë mirë, drejtoresh. Juve si jeni? Qenë ke bërë goxha burë? O, sa mirë qenë ke me shnëj. Hajde. Më falni se është va. Unë erdha vetëm t'ju shoh. Edhe të marr rroba. Mos fal ashtu se do të zemra. Unë me zitë kam pritur Marbir. Është nusja Enës. Kam shkruar. Ena është me shërbim. Hajde. Hajde ullu këtu ke zjarri. Ngrohu. Letrat tua i kam rujtur të gjitha. Edhe unë tuja. Ja këtu i kam. Gjë. Mamaja ka një valigje me letra. I kam lexuar disa prej tyre dhe më janë dukur të mrekullueshme. Zana është mësuese letërsie. Vere të nxjerrën zjarr të ngrohtë. Zana, ka dru zjarri? Ka, mama. Sa ju kemi mërzitur, drejtoresh. Sa ju kemi lodhur. Na keni lodh pak, po na knaqni shumë. Punë të vështirë keni patur me ne. Jo, Neti. Kam patur punën më të bukur që mund të kishte një mësuese. Dhe kam gjetur kënaqësinë më të madhe që mund gjeja. Isha dhe edukatore, po isha dhe nënë. Ngreu të hapë. Keni shumë thinja, drejtoresh. Prandaj po më shikon ashtu? Po. Dhe po mendohem se sa prej tyre ua kam zjerë unë. Faleminderit shumë prej jush. Hajde. Mirë se na erdhe, shëndet e suksese në punë. Edhe me një nuse. A e dua? Gjimin me boj. Mirë. Po ju, akoma s'keni fjetur? Hajde, shpejt në dëshek. Shpejt, shpejt. Hajde, shpejt në gravi. Drejtoresh! Doni t'ju të regoj të një prallë? Po. Na ishte se që na ishte. Na ishte një herë një pyll i madh. Pastaj ketri, zbashkut me lepurushin. Shkun të dë zbashkut e pin uja t'je ke pelgu. Flini tani. Mua s'mu dhe gjumë. Mos je gjë i smur? Jo. Jo, si i smur. Hajde, fli tani.
Të të drejtores. Të drejtores. Do të kaloj klasën në? Do ta kalosh gjani tetës. Po unë kam argjisën gjithë katra. Mësu se Lida mua nuk më do. Po ti do të mësosh e do të përmirësosh, Marbir. Të drejtores, po ti, që nuk më shave sot. Nuk të shava se e di që ti e djali mirë. Edhe teta Lida të do. Ajo më ka i natë në shanse me vë katra. Po e di pse ndodh kjo, sepse nga ndonjëherë ti nuk mëson mirë. Edhe në klasë bën shurmë, i ngacmon shokët, shtu që e mërzit mësuesen. Po unë e di se gjitha këto ti i bën pa dashje. Jo të drejtores, më të bëj me dashje. Gjani tetës, sa i mirë që je. Po pse i bën me dashje? Po soj do të baj bërë. Vullnet, ti klasën do ta kalosh edhe do të bëhesh më i mirë. Unë ajtë me tikën se mësoj do të ashtë më rënd. Do ta mësojmë bashkë? Si thua? Vje mas dreke në dhomën time? Mësojmë të dy? Mirë? Mirë. Hajde. Shko fli tani, se në mëngjes me mëzit del gjumi. Natën e mirë, teta drejtores. Natën e mirë, shpirt. Natën e mirë. Gëzim. Më falë, s'kaj, shoki, në fshio. Në rregull, shoku thoma, po, e shënova. Po? Për datën 15 nuk ta jap dot fjalën. Po? Për datën 21 do interesohen. E keni gati. Hajde. Po? Miru pafshim. Kështu. Kur i bie kjo, të prende në rregull. Mirë. Po që në ke bërë goxha burë, mëre, ha? Me shëndet po top fare që në ke... A nuk shkojmë pimi kafe? Faleminderit. Juve keni shumë punë dhe në s'dua t'ju pengoj. Po, unë kalova njëra për atë punën e punës sime. Po, mirë. Pandite një. Faleminderit. Këtë ma përishë për atë kafe? Shumë faleminderit, shoku Pata. Drejtoresha e shtëpisë fëmijës ku kam qenë, më tha se ka biseduar me shokun Leko për çështjen time. S'di gjë për të punë. Ai kishte thënë se unë do të filloja punë këtu. Shoku Leko s'm ka thënë gjë mua për të punë. Ai ka një muaj që ka kaluar në ministri. Megjithëse në fakt diçka më ka zënë veshi mua për të punë, po si të them, more djalë. Është sa e vështirë. Ulu. Ti me gjimnazi, apo jo? Po, me gjimnaz. Vëndi punës e kërkon me arsim profesional. Ka urdhëresa. Edhe mos kisha nga jambaja, sot në mëngjes e zura vëndin. Do me thënë, Nuk e merr me mend sa keq më vjen.
Po mirë shoku foto. Me gjithë të unë do interesohem. Kam një shok që punon ndërmarrjen e montimit. Po? Më duket se ata kanë një vend në një repar që punon diku ande nga Laçi. Apo keni pretendim? Jo, punë tjetë. Faleminderit shumë për jush. E kam për detyrë, sidomos për ju. Atëherë, Miropafshën e nesër më merr një telefon. mirë. Miropafshim. Po ku je të lojnë ndërmarrjes, ku je? Shqyqyr që erdha tërba, se që kur i ke ti, u prish do edi. S'ka më çmime në Olimpiada një. Po hama Gjergji, si po ju shkojnë punë? Punët më vjen mirë. Pastaj gjatë mungesës tënde kemi pasur 3 fejesa, 2 martesa, 6 fëmijë dhe 1 pension. Po ku jemër qëra ta se ne tave sytë? Otrimi Gjagjaj. Otrimi nashës. Po në pas ka barë malli shumë për qëra. Shumë, usta. Shumë. Aha, ka që pa do saj, na u plak tani. Jo, të kara gjos për kokë të ndë. E po? Misali. E menusa. Mua më ka dhënë usaj në plan të këtij vit dhe hece mos e gjej për deshe. I kemi gjërat me plan këtu. Vetëm 2 beqarë na kanë betur. Dhe nuk planifikoj pa baza unë, jo? Me letra na ke kënaqur. I lexonim tokë të gjithë. Edhe fotografinë tënde ja atje këshim varur. Po nese, mirë ka bërë që ka marrë. E tash i çuna në punë. Hajde. Të ka marrë malli për punën? Shumë, usta. Deri sa të rregullohesh me shtëpitë, do të banosh për sa kohë tek ajo dhoma që është pas oficinës. Do të fillosh që nesër apo do të rish të shlodhe sa ditë? Rritë sa ditë po desh. Ç'ke? Unë nuk do të punoj më këtu, usta. Nena e ka qefi të vish këtu, po ti di. Në ke gjetur në i vend tjetër që të bëhet më mirë, prapë ne nuk të zemrojnë. Po këtu nuk ka vend. Kënë vetëm. Si s'ka vend? Po, shoku foto më tha se këtu do të vi një me shkollë profesionale. Po ai më premtoi se do të bisedoj me një shok që të filloj diku ande nga Laçi. Çfarë Laçi? E pas ka bërë proçkën shoku foto. Kafen më shoqe se kemi lënë makinën ndezur. Ja 1 minutë, sa ti çoj kafen shokut foto dhe erdha. Ashtu? Dëgjoj këtu. Shoku foto, po të doj të vi ta pi kafen këtu. Sa i vini re dhe ju. Ç'keti ta bëndizi ty? Erdha. Një film shoku foto. Pas një kafe nuk na lini të pim rehat. Urgjent shoku foto. Na morët shpirtin. Hajde ulu usta, ulu. Dizi, edhe një për ustan. Nuk erdha për kafe, jo. E ke shkelur me atë djalën tonë. Për çfarë? E ke gabim në shoh. Nuk e kam gabim hiç. E ke shkelur. Dëgjoj mua ti. Të shojmë? S'e shoq, s'e shoq. Nga dalë usta, nga dalë. Se s'bëhen kështu këto punë. Unë e kuptoj dëshirën tënde për atë djalë, por Pa çfarë? Nuk dua kafe. Si të doni? Dizi, pije vetë tash i kafen.
Usta, mos u mërzit. Bisedova me një shok, ta rregullojmë në montim. Në Laç? Po, në Laç. Pse çka në Laç? Çet mos vej. More më duk djali urt, po qënë ka dhe me pretendime, pale? Nga dale, të lutem shumë mos bërtit kështu kot. Ai nuk mua ankua. Bile më tha se të ka falenderuar për punë e Laçit. Do mos do. Ai djale do të vijë të punojë në oficinë. Po në qoftë se vendos ti, këdo marrësh e këdo heqësh. Po edhe ti ama, mos kujto se vendos këtu ndërmarrje vetëm ti. More usta, unë nuk e kuptoj. Ti ç'ke? More. Po si s'mendohesh njerë kur mi flet djalit ashtu? Baroj ushtërinë tjetri. E ka marrë atje një vandak me lavdrime. Tashti, do të punoj, se do të haj. Do të jetoj, e ta filloj jetën si gjithë të tjerët. Se si që di, ai nuk ka as shtëpi dhe as njerëz të afër. Nena ka. E ne tashti ta sjellim vërdallë. Po pse unë nuk e mendoj këto gjëra? Jo. Se po ti mendonje, nuk do ta kishe për zën. More usta, nuk u morën vesh. Unë nuk e përzura atë. Dhe më vjen keq që nuk po merrem i vesh. Në fund të fundit ndërmarrja ka dhe një drejtor këtu. Me drejtorinë e kemi vendosur këtë punë, po me inxhinierin nuk po kuptojmë dot. Pastaj mos haro se këtu ka një parti, pa ka dhe një kolektiv që nuk të lën ty të marrësh nipin e sa të çoqe nga Laçi ta biesh këtu e të çosh djalën ton atje. Kështu. Alo, shoku foto? Bardhyli jam. More të kërkova dhe pak më parë. Që janë ato pelivellëqe që më bën me njerëzit? More mos më lutiq. A e diti që djenë dhe vajzat e shtëpisë fëmijës ne duhet i mbajmë afër? E di. Aq më keq po që se e djen nuk e zbaton. Djali do filloj punë që nesër. Dhe dëgjoj. Në rast se është e vërtetë ajo që më thanë për atë nipa, çfarë ke, do ta shohim atë punë. Faleminderit, po. Pse mi solle? Se të duhen. Po ti pse u solle me mua ashtu mbrapa? Nuk kam se zemëroj me ty. Ti e di pse më nget. Unë të thash. Mirë atëre, po takohemi mbas dite. Mirupafshi. Mirupafshi. Jeta, do shta dhe të kam thyrë, por ti duhet më kuptosh drejt. Ti nuk mund të marrësh do të kur me mënë se i shqetësuar kam qenë këto kohë. Kur të kam treguar jetën time, unë nuk ti kam treguar të gjitha. Të kam thënë se kam njerëz të afërt, por unë nuk kam asnjë. As hall, as teze, as vëlla, as motër. Kam vetëm shok, kam shoqe. Kam mësuesit e mi, kujdestar të konvikteve. Kam dhe dy njerëz me cilët u lidha shumë. Drejtoreshën dhe ty. Nuk di as kush më lindi. As se si më qua në shtëpinë e fëmijës. Di vetëm që
Aty më morën, më ushqyen, më regjistruan, më çuan në shkollë, më mësuan, më rritën. Dhe u bëra ky që jam sot. Unë të gjitha këto i dija. Bile di edhe shumë gjëra që ti nuk mi ke thënë akoma. Habitëm si e bërë ka që urtë, ti ke qenë me të mërshmi djali shtëpisë fëmis. I bëhem mësuesit e qanin. I luajmë mënç kujdestare. Me gjitha të drejtoresha të shumë. Në dija që ti mdoje. Akoma i zëmruar? Të gjithë më dolën. Por ajo më gjeti Tela. Prandaj unë lidha i shumë me të. Se mos vetëm unë. Ajo tani është në pension dhe përsëri interesohet për punë, për shtëpi, shkruan, merr letra. Merr pjesë në dasma e Feisa? Po. Ajo, mësuesit, kujdestarët. Pastaj ti fillove të bësh karrierë. Në fillim u bëre kujdestar i dhomës. Më vonë kujdestar kompanie. Ti e mor iniciativën për të mbrojtur kopshtet e komshive. Apo jo? Edhe këtë e ditë këtë? Të kam thënë që di shumë gjëra. Ndoshta më shumë se sa mendon ti. Mirë atëherë. Edhe unë po të them diçka që nuk e kam treguar askujt. Kjo është e vetmja fshetë e jetës sime. Natyrisht që edhe unë duhet kem një nën. Por atë nuk e kam parë kurrë. Edhe një herë që mendova se, por nuk ishte ajo. Mbas edhe ishte, po nuk e di. Dhe pas asaj dite nuk erdhi më? Një natë tjetër, kur po hanim darkë, një vajzë në solli 4 pako biskota, si ajo e para. Ne vrapuam gjithë të dritarja, por ajo nuk ishte. Nuk e pa më pastaj. Megjithatë ajo është nën. Dhe dhimbjen e nënës e ka me vete gjithmonë. Ndoshta mje. Jam i sigurt që ajo mje dhe më shesh shpesh. Por unë rrita pa të. Mungesën e saj nuk e ndjeva kur isha i vogël. Dhe tani nuk kam se ta ndjej. Sa bukur që fleti Neti. Kur të dëgjoj ty më rinqethet trupi. Po ty nuk të rinqethet? Jo. E kupton tani sepse nuk shkruaj? Pse nuk desha që ti të më prisje? Neti, fillove prapti? Të lutem mos. Gjithë fajin e ka mamaja.
Në do të mos më fyesh, mos e shaj. Me gjitha ta jo është nën. Askush sa net asaj shtëpie nuk e di se ç'do të thotë zemrosh nën. Aq më tepër të prishesh me të. A e kupton se ç'barë të madhe më vuri mbi supe? Po mamaja nuk është e keqe. Ajo do të bindet. Vetëm që ka ca paragjykime. Unë do ta bind. Ç'keti? Mbase. Por në qoftë se nuk bindet dhe pranon e detyruar nga të tjerët, ose nga mëshira, më mirë ma thuaj vetë. Mëshira dhe përçmimi janë gjëra që nuk i duroj dot në jetë. Ka meskin që mendojnë se ne nuk kemi krenarin ton, por ne ka rritur partia. Jemi bijtë e saj, dhe ne ka rritur ashtu siç ka rritur ty mamaja, që nga pelenat e derisa u bëm kaq. Shkojmë. Shëtisim dhe pak. Po më ka thënë ustajt vete sonde nga i. Ti e di që po nuk vajte, hajta dhe gjosh nese. Po mirë. Zure, Marita. Mama, Jara, jo po ta dish, Jo po ta dish ti vjen. Hajde një gjyshi, hoppa! Gjyshe, jo po ta dish. Jo, unë e di, po ta di, jo, gjyshe që ka burën më të mirë të botës. Hajde të gëzuar. Na sho, mos më qapsh, mos që po më merren mend. Nuk më pjet, më merren mend. Jo, po ta dish mirë, të merren mend se të kam të mençur. Jo si ti sa që mburës, se s'më zërakia. Pusha çuli. Jo, unë nuk dua më osta. U bë vonë dhe mua do të më falni tani. Jo, iq mos më lut. Se pa më mbush mendja, dhe dënoj me një dy gota që çuditesh. Jo po ta dish mirë se gjyshin të dënon. Mirë thot Klara, tani s'ke ku shkon. Po pse? Ka shpejt po e mbyllim? Po ti nuk e di që babai po piju gotën e tretë? Ja merr këngës pastaj. Kitarën. Mëj sigur kaq ta përshdëmbin. Këti mua beti kam vën pikun, se luan as topi. Avash, se në ato në pallatin. Po, s'do mënd mua, po më zien koka ti ke hallin e pallatit. Po ku i pat e mënd, moj të raft, një pik, ku i pat? Po dëgjom njerë, moj mama, dëgjom. Mbylle. Ka, nuk bisedohet kështu me ty. Po, s'do mënd, ti ju a ke rritur mëndjen këtyre. Mirë dhe mirë. Hajde, ullim, bisedojmë si njerëz njërë. Hajde. Ashtë. Po ish djali mirë, moj mama. I rën nga qielli, nuk qëngër ka? A të mos ma zërmë në gojë, nuk dua të dëgjoj më për ta. Familje është, moj. Që njerës ka? Si e ka vjerin? Si e ka vjerën? Si t'ju them, moj. Si t'ju them. E që na duhet neve me lafët e tjerë. Hallin e intervistave këti. Ja, e dhash ati ku deshi dhe pik. Jo, e hodha në rrugë, do them. Ja dhash njeriu që nuk e di kush është dhe i kujt është. Po mjavë dhe se në plase? Oj. Edhe si gjithë tjertë është. E nuk është rritur rrugëve, por shkollave, konvikteve, e ndoshta mund tjetë 100 herë më mirë sa ato që të pëlqen ty. Ku të vajtën sytë, moj, të vaftë të qafa prapa të vaftë, ku të vajtën sytë? E po kështu e ka dashuria me mama. More kështu të kthehet, atë s'ka për ta marrë. Po si s'kam për ta marrë. Mbyllet, them. Po ti nuk më las të flas. Më mbylle. Unë e dua atë. Kam kaq kohë. Je në vete? Po ti pyet njerë. Po të thonë ndonjë gjë të keqe, atëherë unë... Moj vojs. Baba, mama janë nxehtë kot. Shtrëgoj edhe pak. Akoma. Ai këtë. Post. Jep. Mja, nuk ka nevojë. Ja. Në rregull është. Ndisë. Atë të marë. Faleminderit e sa më rupash.
U lodhe? Jo. Po që ke atëre? Më duket se ke diçka. Pol. Usta, unë dua një vajzë. E di cila është usta? E di. Është ajo që më mori fotografinë tënde që më pate dërguar nga ushtëria. Pse? Më kote vura në plan unë për të thejuar që si vjetë? Mamaja me teton. Me siguri ka ndalë të të shoj. Mamaja? Të shojmë si dohem dukur tani. Larg pas sa qenë. Lodhë shkallët, Vangjeli. Me shkallët bëjmë si bëjmë, po mos ta lodhë krushka shumë. Gjatjeta. Ne na lodhë të shumë, ne do ta lodhim edhe më shumë. Unë, o i pi kafe në krushkës, o stundem që këtej. Ashtu. Ec, njite. Ashtu. Kujdes ati. Ec pandi, të rriqe mirë. O jeta. Po ti? Vullnet, erdhën ata. Kush? Sta i pra me dritorisha. Ishin në shtëpi tek ne. Shtu? Po ata sikur e kishin lënë për nesër. Ti e di që ustaj s'para i zgjatë shumë punë. Unë utova fare kur i pash. Po mamaja është ta. Nuk e di. Sa hynë ata unë dole. Ku më mbante vëndi mua. Kushe di se shbëja tani andej. Shohë. Son të kilo të alesh punë. Aha, son të do rrivon se kemi beton. Mbete për natë këtu. E po do marrim shtëpi apo jo? U bë një muaj dhe s'kemi parë një film. Ke parë për natë në televizor. Po ndryshe është në kinema. Po. Sikur je dobësuar. Ashtu duket. Po ka rrezik që sonde derisa të takoj ustajin, të dobësohem vërtet. Si thua ti, kush po fletën? Një herë gjerë. Një dita... Erdha të ndihmoj pak vullneti. Nuk tha gjoni. Në gjithë se sot nuk më duke se ka ardhur për të punuar. Kujdes këpuzët se i ke treja, po na i bë me laçë. Të paktën mos na pengo këtë shokën. Hajde Gjergj, çimento. Ja. Tash. Idha. Mirë, mjafton. Vullnet, Laçi! Erdhi. Ta dishti si e kemi hallin e sot. Kemi një provim të fortë sonte. Provim? Delegacionet kanë filluar bisedimet. Ne presim. Do fejoni? Prit. Delegacionet vërtet i kanë filluar bisedimet, po. Po vajti puna deri te delegacionet bëj gati llokumet. Apo jo? Ja dhe shtëpinë pa mbarëm. Hajde vullnet, jepi llaçet tash. Ruhuni nga Vinçi! Ruajuni nga vjerra, thuaj. Po, njeriu një herë martohet. Ju jeni vetë prindër. Dhe kur martohet fëmia, po, duhet pyetur për të gjitha. Se do hapet një shtëpi, do lidhet një miqësi. Kështu është po si. Se, ja për shembull, unë shkoj pyes për këtë djalë si e ka biografin. Të gjithë një gjë më thonë, e ka shumë të mirë. Vetëm kaq. E po, ju lutem tashti. Ka njeri pa biografi? Nuk janë arsye këto që thoni ju. Për mendimin tim këto janë paragjykime. E pse pas kam paragjykime?
Unë jam nën dhe kam të drejtë shqetësohem për fëmijët e mi. E përse pas ka bërë gabim vajza juaj? Pse do një djalë të shtëpisë fëmis? Të më besoni, unë nuk kam mendim të keq për ata fëmijë. Ne ju besojmë, po do të na besoni edhe ju ne. Pastaj do të panoni një ditë. Pse e gjithë ky ngurrim? Keni një vajzë të mrekullueshme. Duhet keni më shumë besim tek ajo. Nuk duhet ta ofendoni. Dëgjoni mua. Po, a nuk e kuptoni që dhe unë kam një arsye? Ta lëm djalin. Po nuk kam të drejtë unë si nën, që atje ku të shkoj me bi, të ketë dy njerëz. Vullneti nuk është njeri pa njeri. Pastaj shtëpia e tyre do të jetë plot e përplot, më shumë se sa imja dhe juja. Dëgjoni këto. Kjo e ka rritur që kur ishte një pëllëmb. Tashti ja t'ja u themon. Aju edhe si kur ta gjej nënën e vet, s'ka për ta dashur kur më shumë se këtë. Unë po në punë e kam pasur, e në punë e kam, edhe dua tamam si djalën tim. Si thoni? Na pranoni si krujshja apo jo? Jo, pra, nuk flitet kështu. Po si flitet? Të dy si që she, jemi thinjosh. E nuk erdhëm këtu vetëm sa për të largoj, po me përgjegjësi të madhe mi vetën. E me ndërgjegje të pastër tamam si për fëmijët tanë. Më falni se harrova të qeras. Merë zjarë nga në njëherë kjo gruja ime o nasho. Rallë nëllë. Para ma kur merë digje dhe tërë më halla. Urdhroni. Faleminderit. E po? Jo kështu? Masu me në shumë grua se më plakesh, e më fikë mund. Ka gëzuar. Po merrni ndonjë gjë, ju s'morët fare. Merrni nga një mollë. Jo, faleminderit. Ua, mirë se erdhët, mirë se erdhët. Po ti, se së më lajmërove më parë se do të vinje. Po jo. Më ngeli marak që s'dolla t'ju priste ke porta. Sa i mirë. Me mirë se ti, me mirë. E po. Isha në studion e Sokolit. Pash punën e ti që përgatite për ekspozitën. E mirë, E mirë. Shumë e mirë. E pati? Po, ishim edhe. Ulluni. Ulluni. E vullnet. U rritë të bëtë burra. Më gëzohet zemra. Çfarë keni drejtoresh? Hiq. Rri e shikoj e kënaqe. S'ju gëzohem dot. Që thot mamaja? Mamaja si mamaja. Akoma me gjysmë zemre e ka. I kam dhënë një dajak të fortë atë ditë. Hemër ti. Neti, A jeta? sot u bë mbledhja e komisionit strehimit. E di. More vesh gjë? Jo. Të shojmë. A moj vajë se në zëri dreka? Erdha usta. Erda, pa ke gjysmore. Pret njëre parti tërë atje. Usta. Mbaro, dhe shko ande nga zyre strehimit. Faleminderit.
Urdhroni. Faleminderit. Urdhroni? Tita, mjep lutem 1 kilo bombone dhe gjysmë amareta. Po si? Ne ti. Reston karamelizana. Faleminderit. Gazpacho gjithmonë. Faleminderit. Nuk po pritet. Dua të arrijsa më shpejt. Neti, ti po mluan mëndsh, po ku po na shpje kështu? Në shtëpinë tënde ishim. Tani do vëmë edhe në shtëpinë time. Mirupafshim. Mirupafshim. Shtëpia ime quhet Tetëntore. Mos e harro. Vullneti, erdhi gati vullneti, erdhi gati vullneti, erdhi gati vullneti, erdhi gati vullneti. Hajde, merr. A pra merr? Hajde. Smafshim. Hajde, Arden, hajde. Hajde dhe t'i beni, hajde me vullnetit, hajde me branda. Hajde të neshme. Jo kështu. Po jo matur pruat nusën. Po sigur zëmrohet kjo dhe tiki. Ku të gjej nusën pastaj, ha? Hajde. Shokët tuaj kanë studim, prandaj merrni nga një këtu dhe qetësi. Hajde. Ec. Qetësi, e? Vullnet, qenë këdhe ti këtu? Po jeta. Po aty nuk janë vetëm unë. Beni, Lirika, Maxi, që ishim aty atë vit. Këtu janë të gjithë. Teta Lirika? Habin, pas ka marruria, a? Ke lojtur shumë, prandaj. Jo. Ka ardhur vullneti me nusën. Vullneti? Po. Me nusën? Aha. Ja erdha. Hajde jeta. Ashtu, hajde dhe juve me xhaxhi vullnetit. Matilda Hamaxhan. Ja dhe Albani. Hajde, Alban, ulu. Pa i thuaj xhaxhi vullnetit. A more ndoj nosë sot apo jo? Po kisha marrë një 10, po ajo mësuesja kishte harruar lapsen edhe s'ma vuri. Vullnet. Lirika. Ke qenë motra. Si e? Mirë, si dukesh? Mirë, shumë mirë. Kjo është Lirika. Jemi rritur bashkë. Pastaj kjo mbaroi shkollën e kuzhinës dhe tani punon këtu. Xhani motrës trashëgojni. Faleminderit. Sa më kishte marrë malli, sa mirë bët që erdhët, edhe Zana është fejuar, edhe Agroni, edhe Lirimi. Po ju? Kam 2 goca unë, 2 binjake. Vetëm se si ka fare të bukura. Pasi. Ja, shiko dhe jamën. E shikon sa shtëpi të madhe kam unë. Sa mirë bëre që më solle. Asnjëherë nuk jam emocionuar si sot. Do të vim përsëri? Patjetër. Ju të vini sa herë të doni, po sonde nuk ju lëm, do të rini për darkë këtu. Rim? Do të rim. Ke qenë motra, sa e mirë që qënke. Jeta, tani do të tregoj tavolinën time ku kam ngrënë për kaq vjet. Hajde. Ja, kjo këtu është. Ku doni të rini? Aty tek tavolina e Netit. Mirë. Të lira i keni këto vendet më shoqe? Të lira. Hajde, Jeta. Mos u mërzitni se tani erdha. Jeta, shiko më mirë këtej. Më falë.
Ndofta, kjo do t'jetë darka më e bukur e jetës sime. Ndofta. Familja Bardhi? Po. Si jeni? Mirë, faleminderit. Keni disa telegrame. Një firmë ju lutem. Po. Faleminderit. Urdhëroni brenda. Jo, faleminderit. Ditën e mirë. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirdita. Mirdita. Familja Bardhi? Po. Keni disa telegrame. Telegrame? Po. Që janë këto? Janë disa shokë të mi të shtrisë. Ja të gëzuar. Faleminderit shumë. Faleminderit. Hajtë në rinë gëzuar në shpinë e re. Zilja. Falë. Doni mis? Ore këmë shko nasho, ka metur në i vend për te plakën time këto? Mirë su tjetër. Gëzuar të rinë në shpinë e re. Ata shkohen. Hajtë gëzuar. Se i gjithë. Shumë rëmbëve keni marrë të kuroj. Hajde, se i gjithë. Ulem të dhe vjërë. Da shti unë themë se pari t'inaugurojmë atë furnel dhe re, qevzen, filxanët, se kafe e krushkës nuk japim për këtë punë, e? Jo, e pive krushku nasho, e pive, po se kanë mëndë. E pive, po e thonë për unë të ta. Si e pime. Së që nga këtu? Familja, Unet, Bardhi. Këtu që nga, Bardhi. Sa rritot, ta provojmë se mos është apë. Apo që nga, Ja gëzuar. Vullnetit nga vëllezrit e motrat më të vogla. Faleminderit.